Vlezër, vazhdojmë me spjegimin e librit Riyadus Salihin. Kemi një temë 3, e cila titullohet Bab mulatafatul yatimi wal banat wa sa'iri dha'fati wal masakin wal mutakassirin wal ihsani ilayhim wash shafaqatu alayhim wat tawadu'u ma'hum wa khafdul janahi lahum. Qëqoni çfarë titulli ma thash? Dhe me thonë, këtu Imam Nawawiu, Allah e mëshiroft, ka përmledh një kategori njerëzish dhe ka thonë bab, mulatafatul yamin, bab dhe thot kapitulli i, mulatafe, butësia, ngrohtësia, dashuria, respekti, afërsia, ndaj kuj, ndaj jetimave, ndaj vajzave, ndaj të gjithë të doptive, ndaj të ngrative, mesakin, wal mutakassirin, dhe ata të cilët i kanë qellu halle, gajle, probleme. Mutakassirin dhe thot ata që janë thim. Dhe më thonë, çfarë e ka marrë kuptimin, dikujt për shembull përdoret fjala, i është thij korizi, i kanë godit sprovat më thonë, janë familje, në pasuri, edhe ndaj ative me pas kujdes, me tregu butësin, dashurin, afërtësin, të gjitha ato cilësit e mira, cilësit të cilat kanë të bëjnë, pastaj thot wa khafdul wa tawadu'u ma'hum wa shafaqatu alayhim, me shpreh thot edhe dhimbshurin, me u tregu edhe modest edhe me ul veten para atyre, domethënë para këtyre kategorive që i ka përmend Imam Nawawiu. Me këto u ka bazu në disa ajete ku Allahu thot wakhfid janahaka lil mu'minin. Ju drejtu Allah Muhammedit a.s. dhe tha ule në atë kuptimin janahaka, gjenahi thonë gjuhën arabe krahut apo krahërorit. Dikush kur don dikon të respekton, a e keni pasi ulet i mlidhet, shkon ati tregohet i vogël, i afrohet, e përqafon, nuk rinë dhe më thonë kom, po i afrohet. Allah i ka thonë Muhammedit a.s. kështu tregohu i but, i afrëm, ule vetëm para vlezërve të tu besimtar. Dhe thotë Allahu, pastaj pejgamberit a.s. dhe kia jetë ka sebeb, edhe interesant, di hadithet që do të flasim sot për ato, e shpjegojnë sebepin e këtij ajeti pse ka zbrit. Allahu thotë, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Qëndro, bo sabër, adhuro e Zotin ton, përmende Zotin ton me cilën, me atë grupin ton, me atë shokët e tu, mëngjes edhe mbrëmve, se ato e donë vetëm ftyrën e Allahut. Dhe me thonë, ato çdo vepër që e bëjnë me sinqeritet vetëm për Allahun xhelle shanuhu. Edhe thot mos e largo shikimin ton, mos u distanco prej ative, pa marr parasysh çka kërkojnë tjerët, çka propozojnë tjerët. E kështu me radh, Allahu i tha Muhamedit alayhis salam, qëndro me çato vëllezërit tu musliman që e kanë besu Allahun xhelle shanuhu, edhe pse nuk janë të pasur, nuk kanë poste, janë të varfër, ndoshta janë edhe rob, edhe skllav, por me ato gjithmonë duhet të qëndrosh. Jo me ato të cilët ju intereson luksi i kësaj dinjoje, ju intereson mirësiat e dinjos, atë vetëm flasin për pasuni, flasin për luksus, flasin për villa e gjoja tjera. Allahu i thot Muhammedit a.s. prej kësaj shoqërie jo. Qëndro me ato që e adhurojnë Zotin tënd. Pastaj ajeti tjetër thot fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Allahu pastaj pejgamberit a.s. te surja wad-duha edim, më në fund çka i tha? Në fillim çka i tha? Alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna. Pastaj tha fa amma al-yatima fala taqhar. Jetësaj për këtë jetimit mos e nënvlerëso, mos e nënçmo jetimin. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ai që vjen me të kërku diçka, lipën diçka, mos e përze ato me vrasësi, edhe nëse nuk ke, thuj, o, nuk kom Allahu të ndihmoft. Amo, edhe nëse nuk ke, mos e përze me vrasësi, me thot, po belarga unë s'kam as një dinar, Allahu e ka,
qërton me këtë dhe ndalon repsisht me ato të varfërit, pa marrë parasysh, mos me e përzonat me një mënyrë të vrazhd. Pastaj Allahu shiqo për këto çka thot për të vobekti, thot ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. A e din ti apo çka thuhet për ato i cili përgënjeshtron din? Çka është din e kena shpjegu? Yukadhibu bid-din. Din ku i thon Maliki yawmid-din? Din i thon fes, a? Dita e llogaris apo dita e shpërblimit. Maliki yawmid-din. Bota tjetër e ka dhe emën Maliki yawmid-din, domethënë dita e xhezas, dita e shpërblimit. E Allahu Gjelleshanu shiqot ditën e gjikimit me cilën e ka lidh, me cilën e ka afru, thot, fedhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Që këto thot janë ato të cilët yad'u al-yatim, e nënshmojnë të varë ato të jetim, e nënshmojnë, e përzojnë, e nënshvlerësojnë, do shta ja marrin dhe pasurin. Por një jetim e kena spjegu në islam, ku i thonë jetim? Kush e meriton të quhet jetim? Fëmija pa bab. Pa nona quhet jetim? Pa non nuk është fëmiu jetim. Nëse i ka vdek nona edhe e ka babën gjallë, fëmiu nuk është jetim. Por ai nuk bëhet jetim edhe kur i ka mo 20 vjetë, derisa të hinë në bylik. I boni mo 18 vite e kështu me radhë, pa tjetër me pas kujdes përsëri, por ai mo jetim nuk është, pse ai ka hinë moshën e bylikut, ai tash është bo burr. Wal miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dhe as pak nuk merr iniciativa për me bo diçka për atë të vobektit, për atë të ngratët, për atë fukarat. E Allahu ka thonë cilësia më e madhe atyre që e përgënjeshtojnë ditën e gjykimit ose nuk e besojnë ashtu siç duhet, do t'i shohë se këto që me jetimat nuk sillen mirë, me të varfërit nuk sillen mirë. Këto besimi i tyre në ditën e gjykimit nuk është i plot. Prandaj Allahu Gjeleshanu i ka afru këto persona me atë i cili nuk beson ditën e gjykimit. Ki mund ta beson në ditën e gjykimit, ditën e shpërblimit, Maliki yawmid-din, për shembull ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, e përgënjeshtron. Çka do thotë e përgënjeshtron? Ose as pak nuk beson në to, ose besimin nuk e ka të plot. E Allahu thotë të i kanë të cilësi. Ndaj jetimit cilën keq, edhe ndaj varfërve, përsëri as kontribojnë, as japin, por përpiqen që edhe mos ju më arrit atyre asni dinar. Tham ka ajetin që e cekëm vëllezër ka një sebeb shumë interesant. Thot Saad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, kunna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu nafarin. Një ditë ishim me Muhamedin alayhis salam 6 persona. Në gjuhën arabe që kjo fjala nefer, kur thuhet erdh një nefer, një grup. Por nëse përmendet fjala nefer, bëhet fjalë kanë qenë prej 3 deri në 10 vet. Nefer. E këtu thot ishim 6 vet me Muhamedin alayhis salam. Dhe Saad ibn Abi Waqqas e tregon fillimin e islamit, kur kanë qenë pak musliman. E thot, faqala al-mushrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Erdhën mushrikët, tu thot ka qenë Utbe Walid ibn Utbe, ka qenë Utbe ibn Rabi', ka qenë këto kokat e mushrikëve, Shejbe, kanë qenë plot, kanë ardhur te Muhamedi alayhis salam dhe shiqoni çka kanë kërku. Erdhën te Muhamedi alayhis salam, thot Saad ibn Abi Waqqas, edhe i than, utrut haula. A dëshiron ti që ne me ndëgju këshillën tënde, me ndëgju thirrjen tënde, dhe i than Muhamedit alayhis salam, utrut haula. La thot la yajtariuna alejna. Përzej këto, se nuk dëshirojmë edhe këto të marrin pjesë me ne. Saadi thot, prej atyre ishte Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi çfarë punë ka punu në Mekë? Barika qon, i ka rujt dhend. Abdullah ibn Mesudi. Edhe një person ishte thot prej Hudhejlit, Saadi. Ishte edhe Bilali, edhe 2 persona tjerë thot nuk duhet i përmendi emrat e atyre. E unë për shembull këtë hadith e kërkova në libra tjerë, thot ka qenë Suhejb ibn Sinan, Rumi, thot ka qenë edhe Ammar ibn Yasiri, edhe këto 2 persona që Saadi nuk i ka përmend këto. Thot edhe 2 persona tjerë. E thot ne ishim me Muhamedin alayhis salam, edhe erdh një grup prej mushrikëve të Mekës edhe than, largoj që këto personat prej nesh. Ne e kena ardhur tash me ndëgju fjalën, mesazhin tont, ama me ul ne me Bilalin, me Suhejbin, me Ammarin, me Abdullah ibn Mesudin,
kjo është çobani jon, i ruan vendet tona, ne më ul me këto nuk bon, ne jemi ato krehu i Mekës, ne jemi pasanikët, ne jemi këto për kësaj familje, edhe thot do të ndëgjojmë. Që fe waqa fi nafsi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a an yaqa fa haddatha nafsahu. E thot kur i thon kështu pejgamberit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam u ndal pak edhe mendoj. Mendoj dëgjoja pejgamberi alayhis salam. E para është edhe nëse ju thon mund tire largohuni atëre. Këto e kanë imanin e fortë, këto nuk kanë dyshim. Këto largohen edhe më kuptojnë më mirë. Ona tjetër është kjo rast i veçantë. Kur s'kan ardhur thotë tek unë me thonë ne tash jena të gatshëm, por me nikush. Largoj këto. E thot Saad ibn Abi Waqqas, thot diçka e goditi Muhamedin alayhis salam dhe u ndal të mendone për këtë çështje. Çka do të bëj tash? Nëse ju them ti shkoni, shkojmë me këto? Ta besimin e fortë, nuk e kanë besimin e luhatshëm. Edhe këto më kuptojnë, atë çka e dëshiroj unë, edhe këto e dëshirojnë. Nëse kthehen këto në Islam, ku ka më mirë? Këto si të kthehen, gjithë Mekka bëhet e pranon Islamin, e nuk kena më probleme. E thot atëherë Muhamedi alayhis salam u ngadalsu edhe mendoj. E atëherë Allahu xhalleshanu e zbriti këtë ajet. Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. As pak mos i largo ato hiç. A do të vinë të pranojnë Islamin, a do të ndëgjojnë bashkë me Bilalin çati. Letulen kom kriç me Bilalin, me Suhejbin, me Abdullah ibn Mesudin, me Ammar ibn Yasirin, me krejt robët që kanë pranuar Islamin, e këto. Allahu xhaleshanuhu këtë mënyrë sikur se e qoftoi pejgamberin alayhis salam, edhe se Muhamedi alayhis salam asgjë nuk boni. As ju tha sahabeve çka mendoni, vetëm se u mendu pak. Çka të vrojbe, subhanallahu, shanse mirë, e Allahu xhaleshanuhu këto nuk e pëlqej. Domethënë përgjigjen duhet që hapish më një herë, hiç as pak. A doni të ndëgjoni mirë, nuk dëgjoni hiç, largoheni. E Allahu tha wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Mos i largo prej mezhlisit ton ato të cilët e adhurojnë Zotin ton, e besojnë vetëm ato, edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje. Dhe çdo vepër që e bëjnë, yuriduna wajha. Si thonë e bëjnë një vepër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe hadithi tjetër vëllezër për sot, kjo është një sahabi interesant, e ka emrin Abi Hubejre, Aidh ibn Amr al-Muzani. Ki Abi Hubejre, Aidh ibn Amir al-Muzani, ka qenë prej sahabëve që ja ka dhonë besën Muhamedit a.s. nën hijen e drunit. Allahu xhalleshanu për këtë ka zbrit ajet alladhina yubayi'unaka tahta ash-shajara. Kjo ka ndodhur mas marrëveshjes së Hudejbijes. Marrëveshja e Hudejbijes, cili vit ka qenë? Pak, një më pak. Vitin e 6. Khajberi u çliron vitin e 7. Edhe aty kanë qenë banjament, numri i sahabeve ka qenë mbi 1400 sahabe që erdhën dhe ja dhanë besën Muhamedit alayhis salam. Çfarë bese? Ne do të luftojmë deri në vdekje. Pse se Uthmanin e ndalën mushrikët atje, erdh lajmi e kanë vrarë Uthmanin, edhe Muhamedi alayhis salam tha, hajde, se tash mos ka, nuk ka prap, do shkojmë deri në Mekë. 1400. Ato 10.000, 7.000 ne shkojmë. E kanë marrë Uthmanin, e kanë vrarë Uthmanin, e kanë thënë besën do të shkojmë. Edhe një prej atyre ka qenë edhe ki Abi Hubejre, Aidh ibn Amr al-Muzani. Ki pasaj ka jetu në Irak, dhe në Irak ki ka qenë i njohur se e ka dash familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hasanin, Husajnin, si cili musliman e don, por masi ndodhi ajo fitnja, e vran Husajnin atje, edhe ki qëndroi atje ku ishin këto aleatët e Beni Umejes. Abdullah ibn Ziyad, Ubejdullah ibn Ziyad, ishte krijetari atë, edhe e provokonte këtë gjithmonë se ki e don të cilën, thonte Husajni ishte në hak, sahabi, ishte Husajni në hak, hit Husajnit në hak, e vrat Husajnin edhe familjen e pejgamberit alayhis salam, pa kur far të drejtë. E ki që ishte në Irak atëherë, Ubejdullah ibn Ziyad ishte shumë i ashpër. Edhe dini çka i tha këtij? Ti tha, se njerëzit e ndëgjoshin, ti tha nuk je vetëm se ajo
lëvorja e grunit. E dini grunin kur punot, a e lëvorja shirin, dhe me thonë, koruba, çka i thonë? Lëvorja, ose për ndryshe i thonë si krunde, këtë në maherët po. Lëvorja e grunit. E tha ti prej shokëve të pejgamberit a.s. je vetëm se që ajo lëvorja, koruba e grunit. Dhe me thonë, s'ki e vlerë. Tha, lëvore prej shokëve të pejgamberit asë njëherë nuk ka pasë. Ki i tha, Ubejdullah ibn Ziyad. Ajo lëvorja, dhe me thonë, jo kvaliteti, ajo tha dul ma vonë. A prej shokëve të pejgamberit a.s. gjithë kanë qenë kokë gruni, gjithë kanë qenë kvalitet, sa që nuk ka prej atyre dhe një lëvore. Më thonë, kjo ishte për këtë sahabi. E kina përcjellën një hadith radiallahu ta'ala anhu dhe thot, enne Eba Sufjan, ata ala Salman wa Suhejb wa Bilal fi neferin, fe kalu ma akhadhet sujufullah min aduwillahi ma akhadhaha. Shqoni, thot kje sahabiu, thot, erth Ebu Sufjani, mas ju bo marveshja. Sa zgjati marveshja, përsa u bo? E Hudejbijes, do të kjetë paqë, sa vjetë? 10 vjetë. E mërenda të 10 viteve, Ebu Sufjani endesh edhe mushtriket, se ka marveshje, edhe atë me Muhammedin a.s. Edhe kaloj Ebu Sufjani ati pranë. E thot ati ishte Selmani, ishte Suhejbi edhe Bilali. E din që ka thonë? Shpatat e tona nuk e murën atë që duheshin të marin. Ne s'ja u dham hakun shpatave tona, e lam këtë armiku në Allah të hece kështu. Për Ebu Sufjanin. Ebu Sufjani atër ishte mushtrik. Shqoni Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu që ka tha? Atër Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu tha, e te kulune hadha li shekhi Kurejshin vë sejidihim, a e thoni për këtë për atë plakun dhe me thonë që ka autoritet të madhë të Kurejshve, dhe kjo është zëtriu Kurejshve, a për këtë thoni ashtu? Edhe Ebu Bekri e tha këtë fjale dhe erte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i tha Muhammedit aleyhi salam, fe kale ja Ebu Bekr. Ebu Bekri i tregoj Muhammedit aleyhi salam, fe kale ja Ebu Bekr, lealleke aghdabtehum, le in kunte aghdabtehum, lekad aghdabte rabbek. Ajë tash vlezër, si e njohim ne pejgamberin aleyhi salam, e njohim Ebu Bekrin, edhe e njohim faktikisht edhe sirën e sahabeve. Shqoni çka ka ndodhur. E ndëgjum që ka thamë, se kjo tash bëhet një pitje. E ndëgjum sahabet që ka thamë. Ishte pache, e pa në Ebu Sufjanin, thamë ne shpatave tona nuk ja dhamë hakun si duhet, e lanë këtë armiku në Allah të endet të këtë që. Ebu Bekri tha thoni për zotriun e Mekkës, atë prisin e atyre, i thoni këto fjalë, shkoj i tha pejgamberit a.s. Qështu kam vepru sahabet. Ajta shka me ndoni, kush ka për shemëll dhe një përgjegje që si mund të kjetë reagu Muhamedi a.s. Vetëm aj që ka për shemëll i vind dhe një përgjegje. Si kjo është me të vërtet diçka shumë interesant. Tash e njohim ne, elhamdulillah Muhammedin a.s. E njohim Ebu Bekrin, sahabet, edhe e dim rastin që ka ndodhur. Si i është drejtu pejgamberi a.s. Ebu Bekri, tash me çfarë fjalë? Sikurse që e njohim pejgamberin a.s. A din çka i ka thonë? Ndoshta i ke zemru vlezrit e tuj me këtë fjalë. Dije se nëse i ke zemru ato, e ke zemru Allahun Gjelleshanu. A dëshe? Dhe me thonë, mësot dhe kush mund me ndone, qka? Muhamedi e sa më prapë, thot, ai bosi i Kurejshve të koti që, me i thonë ato fjalë për atë, që pejgamberi alisam, Islami vëlla nuk një, a bos, a krijetar, a pasanik, a milioner, a krejt bota i tuten ati, apo ka autoritet. Kur vjen punat e besimit të vllaznillëkun islam, me zemrutin i muslimon, me abo qefin i jo muslimonit, një armikut Allahu Gjeleshanu se ki ko gjakush është, çka tha, lealleke aghdabtehum. O Ebu Bekr, mos i ke zemru ato. Le in kunte aghdabtehum, lekad aghdabte rabbek. Nëse i ke zemru ato, dije se e ke zemru Zotin tënd, Allahun subhanahu wa ta'ala. Ta çka do të bëna Ebu Bekri? Shqoni radiallahu ta'ala anhu. Fetahum fe kale, ja ikhwata, aghdabtukum. O vlezrit e mi, mos ju kum zemru bre, mos ju kum prish qefin juve të regoni, kini hatër Allahun. Kalu, la jagfir Allahu leke ja akhi, jo, Allahu ta falti jo vlau jo, nuk na ke zemru neve as pak. Shqoni vlezër, keni hadith qfar mesaje, e qfar mësim të mirë marim, e forcojmë akiden, besimin, edhe këto mësimet hadithet e Muhamedit a.s. na nevojitën jetën e përditshme që me pas kujdes me një vëlla musliman.
pa marë parasysh, ai ndoshta është i varfër, ndoshta, e ti gjindesh me një, ku ta diun, me një pasanik apo balli ati, kur si bi Allahu xheleshanu në sejdë, as i ka ra. E ti tash ai ndoshta këto i thot diçka, ku ta dim? E ti tash i kthehesh atij, thosh e ti ja din kush është ki? Kush është ai? Ai i cili nuk e adhuron Allahun xheleshanu, kush mundet me qenë? Nuk mund me qenë krijesë mirë. Nuk mundet me qenë ai rob i mirë i Allahut xheleshanu. Prandaj Islami i peshon njerëzit çka? Me besimin në Allahun subhanahu wa taala, me akiden e pastër dhe me ndjekjen e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.